nis ashtu si që babi do kishte dëshirë, të dashur kontra edhe vlezër. Sot po flas me dhimbjen më të madhe për humbjen e babait tim, me mallin që më ka kapluar, por edhe me krenarin më të madhe që babi im ishte dhe për njeriu që ai ishte. Ishte një vëlla i dashur, një gjysh i përkujdesur, një baba i jashtëzakonshëm edhe një mik i rrallë. Për mua dhe vëllain tim, babai im ishte shtylla, udhëfryesi ynë dhe mbështetja jonë më e madhe. Në çdo hap të jetës kemi pasur mbështetjen, këshillat dhe dashurinë e tij të pakushtëzuar. Na mësoi si të jetojmë me ndershmëri, dinjitet dhe respekt ndaj të tjerëve. Nga ai mësuam dashurinë për familjen dhe respektin për rrënjët tona. Ishte një atletar, patriot i vërtet, që jetoi dhe e deshi vendin e tij, historinë e kombit shqiptar e veçanërisht krahinën tonë të dashur Çame. Babi si kryetari i shoqatës patriotike Çamëria Dega Saran, për 6 vite dhe si një antar e një zë i parreshtur për 35 vitesh punoi me përkushtim dhe dëshmëri për të mbajtur gjallë kujtesën, traditat dhe dinjitetin e komunitetit Çam, për të mos harruar vuajtjet, sakrificat dhe të drejtat e mohuara të këtij komuniteti. Ai besoi dhe insistoi se historia e popullit Çam nuk duhet haruar kurrë. E ngriti zërin që çështja Çame të mbetej gjallë, duke u trashëguar brez pas brezi. Për të çështja Çame nuk ishte thjesht dhe vetëm një kaos, por një amanet i të parëve tanë që duhet ruajtur me çdo kusht, dinjitet dhe këmbgulje të fortë. E deshi Çamërinë me gjithë zemër dhe për aq kohë sa jetoi, luftoi pa u lodhur që historia, kultura dhe historia e popullit Çam të mos haroheshin kurrë. Si njeri me zemër të madhe, i besës dhe njeri me shumë vlera, i qëndroi besnik parimet të tij dhe fitoi respektin e të gjitha atyre që e njohën. Babi im u largua nga kjo botë krenare dhe me kokën lart, sepse kreu detyrën e tij për aq kohë sa jetoi, ndaj familjes, shoqërisë edhe çështjes Çame. Kujtimi dhe veprat e tij do të mbeten gjithmonë mes nesh. Ju faleminderit shumë të gjithëve.